Tani, pas hyrjes së Eglit, direkt edhe me shpat në dorë. Ju vërsul Rozanës njëherë. Jo, po, se ti ke qenë personi I pari që më ke thënë mua posesive, ti më ke mbajtur afër, dhe Rozana I thot që shikon në vërtet, kam thënë punë që të kam mbajtur realisht afër. Nuk e di që pas ke parë, tha Rozana ati, ashtë për që ke mbushur një dhe pas ke ardhur me qëllim për të vënë mua. Si e mendon ti, Greta? Po kjo janë shenjat e para të skizofrenisë, në zemër nuk ja vlen ta komentojmë të shi. Niset pak sa termi rëndë, do mendojmë, po një lloj depresioni. I vërtet. Shikoj që Egli u tregua posesive. O, po, qa posesive mi Sibora, më falni, të inderuar publik, se unë flas një qik më shqip se Sibora, ka ca nga ta që nuk e kuptojnë këtë fjallën, no, ti Sibora. Thjesht kjo shoqja ka ca trauma, ca mungesa vitaminash, ca probleme të theksuara me veten, e qa bën e hanë ata të tjerë, të kuptojnë? Shikoj, më erdhi pak keq për Rozanën, se Rozana E ka dashur, po, I ka qëndruar afër. Rozana doli jashtë dhe të mos e kuptonte të paktën po të ishte brenda, hajt, më doja mirë të mirë qenë, po doli jashtë dhe e kuptoi dashamirësinë asaj, e mori vesh. Po pikërisht. Si Livia për shembull. Si Livia që u zon, u kthye Livia dhe shkoi tek Rozana. Shiko, Rozana mund të jetë duke bërë lojë të ashpër, po nuk do thoja të tillë, po është luftarake, lojë është luftarake, ama me personazhet që I ka pasur në grupin e saj, siç janë Gjesti, Egli, Livia, nuk është si kur keq, dhe nuk është se ka dashur të bëjë dëm. Asnjërit prej tyre I ka mbrojtur. Edhe hakmarrja e Eglit më duk pak sa e pavend. Nëse mbetet për të parë se si do të vijojë marrëdhënia mes tyre.